Muzika vazhdonte të rrithte nëpër shtëpi pa u ndalur, një melodi e butë që mbushte ajrin edhe pse ora kishte kaluar mesnatën. Dritat ishin zbehur, zhurmat e ditës ishin shuar, dhe shtëpia dukej sikur po merrte frym më ngadalë. Londrimi dhe Klodi ishin shtrirë bashkë, jo nga lodhja e rëndë, por nga ajo ndjesi rehatje që të kap vetëm kur ndihesh i sigurt në praninë e tjetrit. Klodi ishte zgjuar, me shpinën mbështetur lehtë te jastuku, duke dëgjuar muzikën që vinte nga dhoma tjetër. Sytë i kishte gjysmë të mbyllur, por vëmendja ju kthye menjëherë Londrimit, i cili papritur u ngrit në gjunjë mbi dy shek. Muzika dukej sikur e kishte kapur nga brenda. Pa folur, pa menduar, Londrimi filloi të lëvizte trupin në ritëm, thjesht, lirshëm, sikur nuk ekzistonte askush tjetër përveç tij dhe tingujve që mbushnin hapësirën. Dy sheku lëkundej lehtë nën lëvizjet e tij. Londrimi qeshte me vete, herë mbyllte sytë, herë ngrinte duart në ajër, duke u dorëzuar plotësisht ndaj muzikës. Nuk ishte një kërcim për t'u parë, as për t'u treguar. Ishte një çlirim i vogël, një moment i pastër gëzimi që lind vetëm kur nuk ke nevojë të shtiresh. Klodi e shikonte në heshtje. Në buzët e tij u shfaq një buzëqeshje e qetë, ajo lloj buzëqeshjeje që nuk ka nevojë për koment. Sytë i ndiqnin çdo lëvizje, jo me gjykim, por me një lloj qetësie dhe miratimi të heshtur. Në atë çast, gjithçka dukej e thjeshtë, muzika, dy sheku, nata dhe dy njerëz që ndanin të njëjtin moment pa e komplikuar. Je i çmendur, murmuriti Klodi me zë të ulët, më shumë si shaka se sa si vërejtje. Londrimi u kthye nga ai, ende duke lëvizur, dhe qeshi. Po, por tani më lër, i tha, duke vazhduar kërcimin. Kjo këngë s'përsëritet. Klodi nuk shtoi asgjë. U shtri përsëri, duke e lënë kokën të zhytet në jastëk, ndërsa muzika vazhdonte të mbushte shtëpinë. E ndjente që po i rëndonin sytë, por nuk donte ta humbte pamjen përpara tij. Londrimi, mbi dy shek, i lirë dhe i qetë, dukej si pjesë e natës vetë. Pas pak, lëvizjet u ngadalsuan. Lo,